Jemi kthyer nderuar televizionistë në pjesën e dytë të këtij emisioni, barabar me të parën, siç e them çdo herë unë. Pra, skandale nxjerrin në strishën që ne kemi përgatitur, skandale Greqia shpallon grada Artan Hoxhën. Përjetësisht, i kanë thënë. Ky skandal ka ndodhur pak ditë më parë. Gazetari Artan Hoxha ka shkuar në, siç e tham, në kufirin shqiptaro-grek dhe nuk është lejuar të hyjë në territorin fqinj. Dhe i është thënë që është i padëshiruar, pra non grata, përjetësisht. Tani, shumë gjëra kanë bërë grekët me ne, vazhdojnë, vjojnë të bejnë, është e habitshme, vendi Bashkimit Evropian fqinj i ynë. Në fakt atje shumë shqiptarë shkojnë, punojnë e tjera, po ata prap kanë këtë fotollokun e madh ndaj nesh. Po t'i takoshin pjesë mirë të tyre dhe jashtë Greqisë. Është asnjëri fshehur, një farë një përplasje, do të thënë një mospranim, sepse përpjekja për të shkuar deri te këto veprime ekstreme është e çuditshme për një vend të Bashkimit Evropian dhe për vendin e lenë që thonë ata e tjera për të mos i shtuar gjitha. Pra është një farë racizmi. I dukshëm, duket racizëm. Sepse s'ka dhe asë argumenta, ne do diskutojmë këtu, po në rastin e fundit s'kemi pik argumenti. Pra, për këtë do të flasim në këtë pjesë, përgjithsisht, por do të flasim dhe për faktin që shteti ynë një shtet gjysmë i vdekur. Vdekur dhe i pakallur në dhe. Nuk reagon fare për këto gjëra. Përfituronit të nderuar të shikues, sikur një gazetari grek t'i ndodhte të mos pranoj të shpallin non grata në Shqipëri, çfarë do bënin grekët me ne? Do lajmëronin deri në një planet tjetër. Donald Trumpin të parin e me radhe të gjithë to, perëndimin perëndimin në Evropë, po dhe deri lart të gjitha dhe ndonjë planet tjetër. Çdo na lini gjepa bere pa thënë. Po nëse komplekset tona janë të vazhdueshme, të vijueshme dhe të prershme. Në pjesën e dytë ne do dalemi po në një moment të tillë që është shumë i lidhur, sepse tani ndoshta s'bet as një deklaratë për zotin Hoxha edhe për faktin që në datën 16 dhjetor do diskutohet, grekët kërkojnë diskutimin patjetër të vijës detare. Për të na afruar në Bashkimin Evropian, ata ndoshta duan të afrojnë dhe pak vijën. Dhe për këto dy problematika, unë kam në studio Artan Hoxhën, faleminderit, zoti Hoxha. Faleminderit, zoti. Ferdinand Dervishi vijon tjetë, Aleksandr Qipa, kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, faleminderit shumë, zoti Qipa. Kënaqësi që jemi bashkë. Dhe zotin Artur Meshollari, ish zëvendës komandant i forcës tetare, një ekspert mjaft i njohur sidomos për çështjen edhe një mbrojtës shumë i saktë, jo vetëm një ekspertizë, por shumë realiste të kësaj situatës që ne kemi patur me kufirin, po sidomos me ato çka ne kemi bërë keq, qeverisjet tona, politika jonë çka ka bërë keq, dhe pastaj është bërë vetë përgjegjësi apo jo, Artur. Ka krijuar të këqijat vetë dhe pastaj nuk di si t'i zgjidhë. Deri te shkimi, ku do shkojë në këtë rast? Në Strasburg? Në Hag. Në Hag është këta më që kriminalet apo jo? Jo, ajo është gjykata penale, bëhet fjalë për gjykatën ndërkombëtare të Hagës, gjykatë civile. Okej, atëherë. Pra, këta zotërinj kam unë në studio. Tani zoti Hoxha, ju e keni thënë në disa studio, sepse kjo ka pak ditë që ka ndodhur, jeni shpallur non grata. Shkuptohet aty, se parë që unë kur u ktheve ike, po ecin kështu edhe me pak nervozitet. Dhe mirë bene, se çdo njeri nga ne do t'i ndodhte kjo. E keni treguar pak a shumë ç'ndodhi aty të gjithë. Edhe një herë shkurt, si u komunikuan statusin tuaj si padëshiruar? Në fakt, ylli, nuk kisha fare nervoz, po bide i shi i madh. Në fakt, bënd citoja që mos lagesh nga shiu. Dhe mirë halli që më zuri për pak. Po se edhe ke ku vete, këtu ke drejtet, e po s'vete në Greqi mund vesh ku duesh. Po shko në Vanister, shko në Irgucat, ato që do gjeja atje për të blerë. Më jo, shko në shtetet e tjera. Më jo, aty, se për ato ishe, se s'ishe për... Edhe pse mediat greke kanë 72 orë, nuk ndalojnë deri që ultranacionalist kërkojnë Shqipërinë e madhe, ku diun këto historitë me që edhe vetë kur lexoj duket vetë pastaj
si Mihal Grameno, ke marrë pushkën krah dhe po mundohemi që të kalojmë, të kaptojmë 7 male tuti. Gjithsesi, ishte një situatë, duket situatë dhe tragjike dhe komike njëkohësisht. E para sepse kemi të bëjmë një vend BE-s që ka një histori në Bashkimin Evropian, ka një traditë të gjatë, është një vend që ne referojmë në Ballkan, është vendi i parë që u fut Bashkimi Evropian në gatishmën ballkanik, por vazhdimisht ato që ne jemi munduar të paraqisim rezultojnë që nuk se kanë qenë të pasakta, sepse nuk e prisja i gjë të tillë. Madje kanë pritur më përpara, me sa duket tani u shkupa, tani vepruan dhe u bë ky komunikim. Problemi është që ata mund të kthejnë atje, tek ai formulari, ai ka 20 arsye tjera që mund të kthejë. Mund të kthejë edhe thot, s'ke numrin, nuk ke, si them, valutën e nevojshme për të qëndruar në Greqi. Vërtet mund të thënë sa 300 euro kishte. Dhe ai thoshte ku do të kesh 1000 ose 2000. Se vendos ai si kriter. Ose gjatësinë. Por hotelin, ku është hoteli ku ke rezervuar? Ka 1000 arsye. Kanë, siç e kanë. Që na e bëjnë. Ja kërkojnë. Në fakt e kërkonin tani, se kërkojnë me. Ai ra thjesht kur duan ata të gjejnë to. Po. Në rastin konkret, ai direkt në vitin e parë. Direkt tha ke një problem tha. Zëmbilës po flisin shqipe dhe flisin shqipe letrare, se më pëlqeu kjo gjë. Edhe kalon vitin e dytë. Kalojnë vitin e dytë, aty kur mori gjumët e gishtave dhe retinën e syrit, atëherë i thash shiko se unë s'kam bërë ndonjë vepër penale në Greqi, nuk di të kem ndonjë procedim dhe nuk jam kriminali, thashë ti do më trajtosh në këtë formë. Pse dhe mund të futin në një vepër penale. Gjithsesi, edhe atë mund ta bënin dhe unë nuk është se nuk e kam menduar, edhe më përpara kur shkoj edhe isha shumë i kujdesshëm në Greqi dhe me njerëzit që takoja kur rri aty. Më mbrapa tek oficeri i tretë i cili ishte imigracionit, ai bëri një seri pyetjesh, po vetëm pyetje, që a ke thënë kështu, a ke bërë këtë, dhe në fund më dha formularin, tha dhe po se firmose, nuk përbën e rëndësi, tha ti i përjashtuar, tha përjetësisht për të shkelur në territorin e Republikës Greke, ato 2 arsyet që vure që je i pa dëshiruar një dhe ai varianti tjetër që përbën cënim për rendin kushtetues dhe për marrëdhënien ndërkombëtare të Greqisë. Se kalojnë dhe një, edhe sikur ti pagosh ndonjëherë me Florit të bëjnë këto gjëra, as duhet i bëjnë, sepse te ne kjo kthehet në marketing pozitiv, por fakti është një gjë që kurse kërkon, do të thënë dihesh dhe në situatë fundit për çfarë duhet ndodhesh në një situatë të tillë pa patur asnjë lloj asnjë lloj problematike. Gjithsesi në momentin që jam kthyer pastaj mbrapa, kam parë reagimin e mediave greke. Në Shqipëri unë kam njoftuar ministrin e jashtëm direkt. Më ka marrë në telefon të nesërme. Më ka sqaruar që kam ngritur një grup pune, kam njoftuar ambasadën në Athinë, por deri tani s'na kanë dhënë përgjigje. Më ka thënë që do të jetë një vizitë në datën 16, por kjo është agjenda e qeverisë, s'kam lidhje me agjendën e qeverisë. Publikisht nuk kam parë asnjë lloj reagimi përveç deputetit Ardit Bido të Kuvendit të Shqipërisë. Falenderoj zotin Çipa që është këtu dhe çdo gjë. Bëri pasi e mora unë telefon për të ardhur këtu dhe pastaj u fshe për të ardhur sot. Nuk e di, pastaj por të paktën ka bërë reagim dhe pjesa tjetër pastaj ylli është një. Jo, do jem në kusht tani një darkë dhe nuk ka val. Pjesa tjetër e se mund të rinte poshtë Kuçit ku kish val. Duke filluar që nga kryeministri dhe deri poshtë që bëjnë namin dhe për gjëra shumë më të vogla, në rastin konkret nuk ka se s'ka të bëjë me mua, se unë një qytetar i thjeshtë jam, po heq pjesë. Unë pasojë ime nuk është si qytetar, është si gazetar dhe është një mesazh që u jepet gjithë të tjerëve nëpërmjet meje që shikohet cilat janë pasojat që vinë mbrapa për shkak të qëndrimeve që ju mbani. Sepse thash, unë në fakt në të gjitha rastet ku kam raportuar për çështje që kanë të bëjnë me interferime greke në territorin e Shqipërisë, nuk jam marrë me histori, jam marrë me çështje të aktualitetit, me ngjarje konkrete, duke filluar nga masakra Peshkëpisë e 10 prillit të vitit 94 dhe deri në fushatën e kaluar për zgjedhjet e Bashkimit Evropian në Greqi, ku një nga kandidatët, i cili rezultoi edhe fitues, është tashmë eurodeputeti Fredi Belieri. Do të kaloj këtu unë tani. Jo, duhet çka do të them këtu. Atë që kam parë në ditët e fundit në Greqi, e nisën mediat e djatha, kryesisht mediat që mbështesin kryeministrin Mitsotakis, ato nxorën një fotografi time
Dhe thanë, kjo ka ardhur, thanë, për shkak të një fotografie që më kam bërë vjet në janar në simbolin e Shqipërisë në urën e Konicës. Kam bërë një status në atje dhe them, te kjo ura ka 150 vjet, them që kjo foto kur e keni publikuar ju këtë? Unë e kam nxjerrë në Facebook vjet në 6 janar, është në sfond, mund ta shohin anëtarët, këtë kanë marrë. Aty në cepin e urës, është ura e famshme e ndërtuar që në kohën Ali Pashës, është një, po shikon një bunker atje i bërë nga pala greke, është flamuri grek. Dhe unë them këtu do të ishte dhe flamuri shqiptar, me qënë se ka qenë qytet shqiptar dhe kjo dihet botërisht, me qënë se mungon flamuri shqiptar, them unë po bëj Shqiponjën. Dhe po mos e ke pas marrë dënim si këta të UEFA-s që bëjnë për futbollit. Kjo është justifikimi se po të ishte kështu. Se unë këtë foto të tilla kam bërë dhe në Akropoli. Në Athinë, kam bërë dhe në Sintagma para parlamentit grek. Pra kam bërë pafund. Tani pse është bërë kjo zgjedhje? Dhe këtu është sepse këta duan ta sidomos Bejlerin e pashtë... Cila mendoni ju është arsye e vërtetë e shpalljes së tuaj non grata, që të hyjmë direkt te thelbi? Patjetër që edhe nga komunikimi që më bë aty, shpallja ime non grata ka ndodhur gjatë fushatës elektorale të vitit kaluar, kryesisht në muajin maj. Unë kam bërë disa bashkëpunime me mediat greke për të dëshmuar se personi i cili kandidonte në listën e Demokracisë së Re është një person me një të shkuar problematike dhe i përfshirë... Po bëni fjalë për Fred Beleri. Zotin Beleri. Dhe kemi argumentuar, është i dënuar në Greqi për shkak parambajtje pa leje për shkapur në vitin 1995 në afërsi të repartit tonë të pikës kufitare të Longos, ka qenë programuar një sulm ndaj repartit tonë, mbasi kishin sulmuar në Peshkëpi, është i dënuar me vendim në formës prerë që ka shkuar deri në Strasburg dhe nuk është rrëzuar në vitin 2003 për shkelje dhe dhunim të simboleve tona kombëtare. Po ashtu ka qenë hetim në Shqipëri për masakrën e Peshkëpis, hetim që nisi e ke patur dhe këtu disa herë. Pjesë të mirë kemi bërë në... Kemi bërë këtu, kemi folur... Kemi folur vazhdimisht. Se mos për fushat vjet... Dhe Belerin e kam patur, si kur si që deputet. Në fushat vjet kemi patur shumë materialet publikuar nga mediat greke, të cilët tash i kisha bashkëpunuar, i kisha furnizuar, dhe nga krau tjetër mediat greke më kanë dhënë materialet të cilët unë s'kisha akses të merja. Me sa duket, të gjitha këto veprime. Unë pata një paralajmërim në rastin Kacifas, kur publikova videon ku Kacifas qëllonte me armë Kalashnikov kundër policisë shqiptare dhe jo anasjelltas. Nuk ishte policia shqiptare, dropullit që hapi zjarr kundër tij. Më përpara ka qenë që historia e varrezave të ushtrisë greke në territorin shqiptar, pastaj skandali me eshtrat e Kosinës, pastaj marrëveshja për detin në vitin 2009, pra është një historik i gjatë, unë i kam të ruajtur edhe ato notat e protestës që ka bërë dhe ambasada këtu atëre, ambasada greke, po dhe Ministria e Jashtme. Në rastin konkret, unë besoj që pika që mbushi gotën dhe derdhi pikërisht ujin është kjo pjesa e fushatës viti kaluar e zotit Bejleri. Përpjekja që bëri zoti Bejleri për aty ditësh në një televizion tonin, për të thënë që... Të ndalojmë këtu? Deklaroj se shpalla juaj non grata nuk lidhet me të. Ja le ta ndjekim, në sfond, sinkronin. Po lexojnë për shumë media shqiptare që ishte një akmarrje për çështjen Beleri. Si shkruajnë sot media greke, bëhet se kam dhe informacion, nuk ka të bëj shpallja e zotit Hoxha non grata, nuk ka të bëj fare me çështjen Beleri. Unë kam vendosur dhe jam përballur me gjykata shqiptare me zotin Hoxha. Zoti Hoxha vazhdon akoma të shpirth edhe të thot opinionet e veta për lajme. E dikush duhet i vënë një barierë. E kanë shkruar të arsyen, e kanë shkruar të mediat greke sot. Nuk e di unë, nëse nuk kam ndonjë informacion zyrtar. Ato që po lexojnë në media. Unë them që me zotin Hoxha jam përballur dhe jam akoma në gjyqje shqiptare. Ai 2-3 herë ka shmangur dhe nuk e gjente gjoja policia për t'i dhënë fletën e thirrjes. Nuk kam unë jam shtetas shqiptar. Edhe çdo betejë që kam me çdo shtetas shqiptar, qoftë ai gazetar apo qytetar, kam luksin ta bëj në gjykatat shqiptare. Pra, kjo është deklarata që s'ka lidhje me mua. Tani, po në fakt, ajo nuk mund të ketë lidhje me një shqiponjë, në bërin e shqiponjës, ose edhe me të gjithë shqiponjët që qarkullojnë në rajonin e Ballkanit. Edhe po ta bëja sot, apo dje që luante Olympiakos në Champions League, se atje merr shumë vëmendje. Aty e ka bërë Xhaka, ose Rejmanaj që bëri pas ndeshjes. Nuk ka rëndësi si do ishin fushët. Megjithatë të kthehemi me zotin Bejleri, sepse thashtu tek ty. Tani ky thotë që nuk është e vërtetë.
E parë një, zoti Beleri tek Do t'jap një momentum kur kam në studion tonë ku ti e përplasur për këtë problem për Belerin. Po më jep edhe Ka një sinkron. Bëj bashkë ato. Kemi një sinkron 2. Të lutem. O vlla, po të mos ishte ky Ram, ai Fredi Beleri nuk kandidonte për 100 vjet atje. Po të ishte ky Ram, si Del Patriot. Se nuk e futën në burg atje. Ai Fredi Beleri, që ka duart me gjak, nuk kandidonte. Nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Flamurin e Shqipërisë. Nuk ka shanse që të jetë vërtet. Ma pasaportë e Shqipërisë. Po zotri unë shqiptar jam. Ja, je shqiptar. Edhe Ka të di duash. flamurin e Shqipërisë para kamera. E para një mos sportit. Edhe mbylla gojë ku flasun, kur të mbaroj fol. Ka djeg flamurin e Shqipërisë. E para dëgjoj, e para Çan zot ishte atje. Ka djeg flamurin e Republikës. para mua mos mbërtit. Në rregull. Ka duart me gjak. Ka 2 dëshmorta dhëll. Po të marr djalin e fabrikës sheu ta sjell këtu. Ku do vini ju? Mos mbërtit. Ku do vini ju? I keni vrarë babain atje. Te ty. O zotri, me kë flet? Bolta, mbyllë gojën e prit mbaroju. O zotri, po flet Se me nuk mua të këtu. ndryva, të kam duruar. O zotri. Të kam duruar deri në fund. Nuk Ma e lër çon të mbaroj ju. Dgjoj këtu njerëz, dgjoj. Ma lër, nuk të Dgjoj bëj këtu. fare dhe mbylla gojë. Po dgjoj flasun. Kur flet ti nuk flasun. Dgjoj edhe një herë. Flasun çepe gojën ti. Dëgjoj edhe një herë, mos. Po tri çepe gojën. Mos fol fare, mos flet. Nuk të ndryva asnjë sekond. Zotri, unë nuk jam Nuk të shoku. ndryva asnjë sekond dhe mbylla gojën. Kur të mbaroj unë fol ti. Dakor, po mua mos Unë flas mbërtit. vetëm. Konkludo dhe të flasë. Zërin e Të lutem. Konkludo. Dakor, po mua mos mbërtit. Pjesa E tjetër. para njerëz strëmbem. Pjesa tjetër, e di që strëmbesh për nisje ti me trëmbull. Ashtu. Ta bëra të Ta dish që nuk Boll. trëmbem. Ta dish. Boll të thash, mbyllë gojën. Se- Nuk të ndërhyra, mbyllë gojën. Sekond. Mbyllë gojën. Nuk të ndërhyra asnjë minutë. Mbyllë gojën. Okej, të mbaroj, të konkludoj. Me Tiranës, jo ty. Po, Në rregull, o, ja zotri, ka mbyll atyre. e Sali Bereshi me pra, Tiranën, ja ka nuk mbyll duash aty. ti. Me Jo mua ty. ti nuk merresh dot. Pra, konkludoj. Ju lutem. Duart e pastra. Ju lutem ti mos Ti merresh dot ti me mua. Se unë kam duart e pastra, dakor. E pastra. Ju lutem. Ti merresh dot me mua, pikërisht se i kam duart e pastra. Pastra, mos i bëj Për pis. kjo s'merresh Vetë dot. kemi Mos i thirrur bëj për- pis. As ti as kush Mos i tjetër. bëj pis. Ta dish. Mbaj të pastra. Pra zoti Hoxha, unë e shkëputa edhe këtë moment, përveç kësaj deklaratës së Belerit, që duhet ishte dije apo pardije, pardije, e shkëputa për të thënë që ti ke qenë jashtëzakonisht kritik ndaj Belerit, i cili në humor kotopultuan në një mënyrë punë e grekëve, është punë e tyre, Punë e tyre dhe pa fësi shtetit tonë. Dhe- Se unë aty më shumë i drejtoj gishtin kryeministit Shteti ynë- Rama se sa po, palë shteti ynë në këtë rast- Pala greka është në drejtën e vetë. Shteti ynë në këtë rast nuk është as dikundi. Por fundi punë e tyre nga Tepelena, nga këte u marrë gjithë u bë nacionalisti fort grek që vërtet me të gjitha fuqin, po ai ka të drejtë ta bëj këtë. Të vërtas, të uluri, të thotë që dojtë, të bëhe deputet i Greqisë, domethënë. Por problemi është që shteti ynë, që s'është, që do ta themi ne, do të ulemi në një pikë postashme ku do flasin dhe kolegët, tani si përgjigje deklaratës Belerit. Së pari që të Ju mendoni që është Beleri në këtë histori. që t'i vendosim ngjarjet në kontekst. Ky debat është bërë në vitin 2020, E kishim lërtë. para 2 vitesh. Pra është bërë kur Beleri kandidonte për Bashkinë e Bashkinë e Marës. Dhe personi i cili përfaqësonte Belerin nuk ishte as përfaqësuesi i Omonias, as përfaqësuesi i shoqatave panepiriote, evore-piriote këtu, po ishte i përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Dhe zoti Beleri nuk do ta harrojë që mandatin e vitit 2023 e ka marrë si përfaqësues edhe i opozitës shqiptare, s'ka vetëm votat e tij. Janë dhe votat e Partisë Demokratike, janë dhe votat e Partisë së Lirisë sot, pra e mori si përfaqësues i opozitës bashkuar. Dhe prandaj ai kishte këtë lloj mbrojtje. Në çdo panel që ishte unë atë vit, 2 kisha përballë që ishin në krahun atij. Si ishte rasti, se kishte përfaqësues i Partisë Demokratike. Ai vendosi. Dhe Renzoron. Ai vendosi. I thira dhe sot unë atë pa ishte në spital. Dërsa Belerin, vura stafin tim që të punonte për Belerin, punuan sistematikisht dhe në orët e vona u përgjigj që ishte në një udhëtim. Një lloj si deputeti me origjinë nga Çamëria që ishte në Kuç për darkë, ky ishte në Zagreb më duket, diku në udhëtim dhe nuk normal se eurodeputet është ai tani. Nuk në mundej. Në kohën kur është bërë ky debat, para 2 vite zoti Beleri nuk ka qenë as i zgjedhur akoma. Për atë vite, ato që deklarata që tha, për çështjen e proceseve gjyqësore, unë dhe tek ty e kam bërë me dije, unë kam patur 2 procese gjyqësore në gjykatën penale, por nuk kam patur unë nevojë fare të fshihem sepse ishte Beleri në burg dhe unë isha në seancë. Dhe ato çështje kanë qenë fare lehtë të fituara për ne, sepse unë disponoja të gjithë dosjen e plot për ato që i kam thënë zoti Beleri. Unë thash nuk kam asgjë personale me qytetarin Beleri, edhe pse kam filluar të merrem me aktivitetin e tij që nga 94 e mbrapa. Por ai sot është një përfaqësues i një grupi të madh interesash politike, ultranacionaliste, edhe ekonomike madje.
Dhe situata u agravua, sidomos gjatë vitit të kaluar, pra në 2024, kur unë kam filluar të publikoj materiale që implikonin zotin Bejleri, pra edhe në mediat greke, e implikonin sidomos me rastet e ndihmës që ajo kishte dhënë disa kriminalëve shqiptar, po marr rastin e Bledarja Mbellit, i cili kishte urdhëruar dhe organizuar vrasjen e dëshmorit të Adheut, pra përveç ngjarjes ku kemi 2 dëshmorë të Adheut në 94, Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini, kemi rastin e fundit ku dëshmori Adheut, ish drejtori i policisë Artan Cuku, është vrarë vitin 2017, vrasësi urdhëruesi i vrasjes tij u kap në Athinë dhe kur ka vajtur në gjykatën e lartë, në dëshminë dhe në dokumentacionin që ka çuar zoti Bejleri, ai është liruar në sallën e gjyqit. Sepse zoti Bejleri ka paraqitur atë si një pjesëtar të minoritetit grek në Shqipëri, që ka dhënë kontribut gjatë vitit 97 për të ndihmuar në mosdjegjen e kishave ortodokse shqiptare në zonën e Mezëqes. Se ku ka ndodhur kjo gjë, unë s'di kur të ketë ndodhur, që shqiptarët të kenë ndjekur në një kish, aq më tepër kisha ortodokse dhe aq më tepër në zonën e Mezëqes. Ky njeri doli nga burgu dhe disa muaj më mbrapa u arrestua gjatë një masakri që ndodhi mes Athinës. Kjo gjë e ndihmoi dhe media greke për ta ndjekur, sepse thash ata kanë akses më të madh se unë brenda territorit grek, të gjitha këto histori të mbledhura bashkë ndikuan te kjo situatë. Ndërkohë, justifikimi që jep zoti Bejleri, dhe kjo është shumë interesante, tashmë si eurodeputet, se s'është më thjesht një pjesëtar, unë kam një pasaportë, ai ka dhe pasaportën greke dhe pasaportën shqiptare. Dhe sipas rastit i përdor, zoti Çipa besoj mbaj mend që kur kandidoi në vitin 2015, siç kandidat ai, u zhduk nga Shqipëria nga 2003, u dënuan 2006, nuk ka bërë asnjë ditë dënim. Dënimi mori formë prerë, shkoi dhe në Strasburg. Ta që bën deputet qani në telefon, më kujtohet mua me Mero Bazën, qanin atere, dhe thoshin na vrau ushtarët. Na vrau ushtarët, Bejleri thoshin, këta që e zgjodhin deputet. Pikërisht që e mbështetën. Njerëzit më të rëndësishëm Çipa. Që e mbështetën. Qanin këta që e mbështetën tani që e bën. Që e bën kryetar bashkie. Kryetar bashkie, qanin fort atere, më kujtohet mua. Dhe na thoshin në shumë të madh thoshin se na vrau ushtarët. Të pastër atë. Tani tmerr i madh ka qenë, tmerr i madh, tani të pyes pak Çipën. Jo, ta mbaroj dhe këtë dhe t'ja ulë radhën tjerë. Në momentin që po flet tani, Bejleri është eurodeputet, nuk është më një qytetar i thjeshtë. Njëri rëndësishëm tani. Është përfaqësuesi i partisë në pushtet në Greqi, është miku i kryeministrit grek, pra nuk është më është nga Progonati. Përveç atës atë është harruar tani. Nga Progonati. Tani, çfarë ndodh ylli? Në kontrollon e curinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE. Patjetër. Kontrollon tani, nuk do pranojnë në vitin 30. Ylli, çfarë unë ja kam dhënë regjis, mund të zgjeri atë foton 1, e cila është përndarë në foton 1, lutem. Në po thonë gjitha mediat greke, kur është dhënë mbrapa që shiko ky gazetari është shpallur 9 grada për shkak të kësaj fotoje. Është materiali numër 1 dhe në atë foto unë jam aty thash në urën që është simboli i Konicës, ku ndodhet flamuri grek dhe ku është një. Domethënë të kanë gjetur këtë foton ty? Dhe ke bërë atë shqipojnë aty? Kjo foto është bërë. A e kemi atë se i ka përderisa jo ka dhënë zoti Hoxha? Ju duhet i paraqisni. Dhe ajo foto është përdorur, foto që është bërë vjet në datën 6 janar. Më mbrapa, unë kam publikuar, ja, kjo është foto, kjo në titull, disa në titullit e... S'madhoj atë, titullit e gazetave greke. Foto është kjo... Këto thonë tani, gazetat greke thonë tani që ky ka bërë shqiponjën dhe u bënon grada. Aty jam dhe ajo bluza që kam unë është e Real Madridit një, nuk është as bluze kombëtare Shqipërisë, ajo që kam poshtë. Po sa kohë ka kjo? Kjo është bërë vjet në 6 janar. 6 janar e ke bërë. Po, në 6 janar, unë kisha mbas rastit Kacifas në 2018. Të Realit pse ke veç? Nuk isha hyrë. Si janë me Realin? Jo, jam tifoz i Realit. Me Realin e di. Po, dhe... Po janë një gabim e pas ke bërë. Po, e kam bërë, këtë drejtë. Tani, në këtë, se kjo ka të bëjmë me këtë më që unë luftoj për Shqipërinë e madhe. Ne mundojmë të ruajmë të copën që kemi, që Shqipërinë e madhe të kemi ne, se ata na kanë blerë ata që na drejtojnë, s'ka nevojë më marrë me në poshtë. Kjo është foto që është përdorur për të thënë që ti ka bërë këtë gestin. Ja, gestin dhe ja, ky bëhet në ngradë. I kërkoj regjis të nxjerr materialin. Se këta mund të dënonin dhe me gjobë ty, si jo, mund të më linin të hyja në Greqi dhe mund të më çonin atje për një shkelje penale. Në materialin nëmër 2 janë vullat... Dyshi i lutem? Dyshat, më falë, janë... Të kuptojmë që pasi bëjmë mjeshin, ne do të kërkojmë patjetër dyshin. Dhe treshin pastaj. Këtu Këtu janë vullat, ku unë kam hyrë në datën
6 janar të vitit kaluar, kam hyrë në, për shikon aty Merxhani. Hyrjet i aty dhe bëre dhe... Merxhani është pika e triurave në Çarshov. Në Çarshov, po. Dhe unë hyrë aty, se aty... Në Çarshova hyrë ti? Në Çarshova. Dhe më pyeti polici, më tha mo, ku po shkon? I thash unë në Konis. Po më tha mo, ku po... Ke vajt në Konis ti? Ku po rrim, tha mo? ta nervos. I thash unë jam përmet edhe po shkoj ta shoh. Po qa e shef, më tha mo, se ishte i polici, ishte edhe në moshej. I thash unë shiko, kam kaluar kufirin, i thash te ka e qafa, te kam kaluar vërtet në thënjishin. Dhe do ta shoh, i thash, ka ndryshuar apo jo? Dhe i duke qeshur, tha, nuk ka ndryshuar fare, tha, po rrim përmet se jem më mirë aty. Megjithatë i thash, unë do vete ta shoh, nëse se je pak i fiksuar ti kështu, për t'i ripar këto gjëra. Po patjetër se shikoja Më mirë bën tash, më mirë. Shkoj në Konis, kam ngrënë drejt, kam vizituar disa vende historike dhe jam kthyer po atë ditë, ja ku janë vulat e pasaportës, që kam hyrë nga dogana e triurave dhe janë kthyer nga dogana po e triurave. Në materialin tjetër, që e ka Treshi? Që ja kam çuar, jo është 4. 4? Në materialin po Treshi, po këtë drejt. Treshi e Kjo është dita kur unë kam bërë, e kam marrë nga celulari, 6 janar lexonat e si, por ora është 13:19 minuta, saktësisht kur unë kam bërë foto në Konis. Pra ti merr kot mos e këta mund të gjenin dhe 6 të tjera kështu. Te kanë gjetur në Facebook ata. Se i kanë gjetur në Facebook dhe ti kanë futur, po. E kanë nxjerrë. Belerin se kanë futur. Me vjet, disa portale. Belerin se kanë futur. Më fal, disa portale ultranacionaliste në Greqi që vjet e reklamuan këtë foto dhe thanë keni lejuar këtë gazetarin që na ka sulmuar për çështjen Kacifas, që të hynë në Greqi dhe të bëj këtë gjë. I kërkoi regjis materialin 3 dhe besoj të jap përgjigjen. Ky është Treshi. Ky është 4. Kjo është Treshi. Tani, në materialin 3, janë vulat në pasaportën time. Unë kam hyrë në datën 23 shkurt, pra 2 muaj më mbrapa, nëse do më kishin shpallur në Ngrada për Shqiponjën, si kam hyrë mbrapa? Unë kam hyrë në aeroportin Eleftherios Venizelos të Athinës, në datën 23 shkurt, të vitit kaluar. Shqiponja është ka i shpenta vëlla. Të janë menduar gjatë ata? Dhe kam dalë në datën 26. Pra unë kam qenë mes Athinës, tash kam patur aktivitet aty, kam vajt në Akropoli, kam vajt në Sintagma, kam bërë foto me Shqiponja, me skiftera, me qatë duash ti, nuk kam patur asnjë lloj problemi, dhe i them zoti Beleri, mos vazhdo të gënjesh më edhe si eurodeputet, se ka dal boja. Sa më shumë fletin nxjerr bojën vetes, sepse ja ku i ke vulën, ja ku i ke vulat autoriteteve greke, që unë s'kam të bëj me thjesht me atë foto, sepse kam hyrë prapë në Greqi dhe kam dalë si zotëri. Më kam pritur, më kam përcjell. Vendimi është marrë gjatë fushatës, zgjedhjet janë bërë në qershor të vitit 2024, vendimi është marrë në maj. Saktësisht po i shikoj ato shkrimet dhe dokumentarët e publikuar me median greke dhe janë kryesisht të datave 15, 17, 20 maj, pra që kanë qenë materialet dhe dokumentarët që patën më shumë buj në Republikën e Greqisë. Pra, gjithë kjo histori, nuk thash edhe herë, nuk është një histori që të ka bëj thjesht, ka të bëj me mua, si qytetar. Po, kjo është një mesazh i qartë. Duhet të jetë një shqetësim shumë i madh në vimësi, që shteti jonë, se për ty, po edhe për qytetarët. Jo vetëm për komunitetin e gazetarëve, po për qytetarët. Disa qytetarë kanë njoftuar këto ditë ylli që janë shpallur në. Por ndërkohë, do vazhdo se do vjosh ti. Zoti Qipa, ndërkohë, fatmirësisht është një që ju keni reaguar shumë fort nga komuniteti gazetarëve, për shkak edhe të keni përfaqësuesi i një shoqate të rëndësishme gazetarësh në Shqipëri, por dhe fatkeqësisht njëkohësisht sepse jeni ndër zërat fare të pakt në vendin ku ne jetojmë, nga të paktit persona që keni reaguar pas shpalljes në Ngrada të zotit Hoxha. Së pari çfarë është për ju kjo ngjarje që ka ndodhur? Janë 3 raste, bile ben 4 pavarësisht nga pozicioni politik që ka sot një kolegi jonë. Është rasti i Marin Memës, rasti i Artan Hoxhës, rasti i Enrik Mehmeti dhe rasti i Aulon Kalas. Janë persona të shpallur në Ngrada. Ky është rast unik. Aulon Kalaja çka bërë vallë? Ka qenë gazetar në fakt për qëndrime politike. Kaq. Po. Dhe ne kemi një vështirësi. Fal, Sandi, ta sqaroj. Po. Aulon Kalaja, kolegu jonë, se edhe sot vazhdon të merret me media, ka bashkëpunuar dhe ka qenë pjesë e një dokumentari për të gjithë shqiptarët që janë vrarë ose janë zhdukur në territorin e Republikës Greqisë. Pra ky është motivi pse e kanë bërë. Marin Memës e kanë bërë për shkak të dokumentarit. Pse ka gjurmuar dhe ka vetëm se janë disa fakte që në mediat tona nuk dalin. Për shembull, janë këto raste. Ndërkohë, kemi të gjithë rastet e gazetarëve që kanë tjetëri përveç Kalas, Aulon Kalas tjetër?
Enrik Mehmeti i Vlorës. Erik Mehmeti. Çame ka qenë dhe Enriku, Për shkak ka të- qenë me deputetin. Po, është Marin Mema që ka Ka bërë më shumë se dokumentar për 10 Çamarin, vjetë, po. që është i shpallur 13 ditë person, ka Marini. dhe është Artan Hoxha, është dhe Olon Kalaja. Por ndërkohë, është një shqetësim që ne kemi thënë. Unë jam një person vetë që më bezdisin në pikat Unë nuk e dinja për këta dy tjerë dhe nuk më falet. Ja. Jo, unë Realisht, flas po me ndjesë- ekran pohime po zyrtare, ndjesë nuk janë publike që nuk e dinja. pohime. Dhe është shumë turp që nuk e dinja këtë gjë. Tani, Për këta dy nga tjerë, informacioni që që kemi ne si fiksatirë, por ne do Unioni ta vijojmë Gazetarëve, Po, është i vetmi rast dhe i vetmi vend që ka numerikisht kaq shumë gazetarë të shpallur të padëshirueshëm dhe non grada nga një vend fqinj i hapësirës së Ballkanit Perëndimor dhe kufi me vendet e BE-s siç është Greqia. Nuk kemi një rast të tillë. Të raste të tilla nuk kemi as në Serbi, nuk kemi as në Maqedoninë e Veriut, as Maltzi, dhe nuk po them që Shqipëria jo që s'ka. Problemi është që ne, ere parë që një deklarat në të njëjtin një moment që e publikojmë në Shqip, ne e publikojmë dhe në anglisht dhe e kemi çuar dhe te Federata Europiane e Gazetarëve. Dhe kemi kërkuar dhe presim një reagim të zotit Guterres për këtë çështje. Se ky është një Federata rast- Europiane. Pa. Problemi i dytë, nuk kemi një reagim zyrtar, sepse ka dhe një të vërtet që si procedur, shteti që të shpall person non grata nuk është se t'jep një sqarim, me përjashtim në rastin kur hap një proces gjyqësor, juridik të vendi që e shpall këtë gjë. Këti se bëndot sepse të shkon do të atje. Pikërisht. Unë shkoj, por shkoj me bezdi. Unë kam dalë shpesh, por në momentet e fundit, vitet e fundit i kam reduktuar daljet jashtë, sepse më bezdisin. Gjën e parë që bëjnë, ku shkon, kë do takosh, ku do hash dregën, ku do flësh, me kë do takosh. Edhe tani jo. Dhe madje të thonë, shkruajnë qik me shkrimin tënd emrin e nënës dhe të babait tënd. Këto unë i kam deklaruar, këto janë hedhur edhe publikisht para kur e kam pasur. Që këto raste, nëse do të ndodhe që kryetari i shoqatës së gazetarëve të Greqisë të pyetej në mënyrë të tillë nga një punonjës si policisë kufitare apo i shërbimeve në një Shqipëri, në Maqedoni, do të ishte një skandal i madh në Greqi. Dhe kam një lloj ndrojtje u drejtohem, dhe po them dhe një fakt tjetër që nuk e din. Si ka mundësi që organizatat më të rëndësishme të gazetarëve në Greqi nuk kanë ndjeshmëri? Fare. Dhe them dhe një të vërtet. Fare. Prej periudhës së viteve 96 e këtej, shoqatat e gazetarëve të Greqisë i kanë reduktuar kontaktet zyrtare me organizatat homologe të Shqipërisë. Kanë takime sporadike individuale, kolegësh, personalisht kam takime me kolegë, por në pikpamjen zyrtare dhe të raporteve, le themi, partneriale nuk ekzistojnë. Rasizëm apo nacionalizmi? Nuk e di, s'dua t'i vë emër se s'mund paragjykoj, por kjo është një e vërtet. Ka individ që vinë, kanë ardhur në Institutin Shqiptar të Medias, në Këshillin Shqiptar të Medias, po individ, por shoqatat e gazetarëve të Greqisë, pothuajse nuk kanë takime me shoqatat e gazetarëve dhe në disa raste, ne i kemi ftuar, i kemi bërë pjesë, kur kemi bërë ditët e misisë në Korçë dhe në Selanik, ne i kemi ftuar dhe ka ardhur vetëm Unioni i Gazetarëve të Greqisë së Veriut dhe Maqedonisë, siç e quajnë ata, por nuk ka ardhur Athina, që është shoqata kombëtare. Dhe organizata e tyre, sidomos, po e them dhe në gjuhën e tyre, Enositu Sindakton Tiselados, ose e thënë ndryshe, Bashkimi i Redaktorëve të Greqisë, që është organizatë prestigjioze, është pothuajse pa kontakte me organizatat e tjera. Këtu nuk e kanë fjalën vetëm, se Shqipëria ka 5-6 organizata. Nuk kanë as me ato. Dhe kjo është një gjë që në fakt çedon me një vend që ka pretendimin për të qenë në avangard të përfshirjes së vendeve të rajonit Ballkani Perëndimor si antar të BE-s. Dhe ky është një problem shumë serioz. Tani, në rastin e kolegut Hoxha, duhet them dy gjëra që nuk janë thënë. Po. Unë e ndjek me shumë vëmendje për shkak se në mënyrë autodidakte e zotroj greqishten. Ka një tendencë shumë thelbësore, një tendencë për të inkriminuar raportin e gazetarit. Në rrjetet sociale të aktualisht të këtyre ditëve, ndër të tjera thuhet, Zoti Hoxha thot është një qendër informacioni mes botës së krimit dhe politikanëve. Thot, ajo përjashtoi një kërcënim hibrid, thuhet, që janë kryesisht në mediat online, jo te media serioze, se duhet jemi dhe korrekt. Tani unë... Po i futin, din ku i futin? Jo, po patjetër, se këtu është çështja. Mediat serioze kanë mbajtur një qëndrim shumë të përmbajtur. Por unë e di shumë mirë që mediat serioze në Greqi, kur ka raste të tilla,
kanë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme dhe mbajnë qëndrime. Në rastin kur ne kemi 4 kolegë, u bën 4 kolegë, dhe kemi disa të tjerë që nuk po i them numerikisht, por në raportimin që kemi bërë nga ankesat e kolegëve pranë Unionit Gazetarëve, ne kemi 5 kolegë gazetar dhe me emra, përfshi dhe vetveten këtu, që ndjejnë këtë vështirësi që unë sapo e deklarova. Që sa herë hyjnë dhe dalin, dhe nuk është çështja se ky pjetësor i pazakont bëhet vetëm në hyrje, por bëhet dhe kur kthehesh për të dalë nga Greqia. Dhe kjo është një gjë që është shumë e çuditshme. Prandaj reagimet institucionale të shtetit ton edhe mund të mungojnë sepse shteti infernal është dhe ka dëshmuar këtë gjë. Por ne kemi kërkuar tani. Jo, unë duhet ta them këtë gjë se kjo është. Ata harrojnë deri në këtë masë, sa mua më ka ndodhur për shembull kur kemi ikur, por dhe kur kemi më bëri përshtypje keq the se më ka ndodhur dhe mua kur jemi kthyer, që ata janë zënë me bën aq racist me ne, se janë zënë dhe me Filipin. Filip Çakullin që është me origjinë greke. Që origjina e tij është greke. Dhe janë zënë me Filipin, më kujtohet, Filipi u zu kape ashpër, po shumë ashpër. Dhe në kthim më ka ndodhur. Po. Dhe do them dhe një gjë tjetër që është vërtet shqetësuese. Domethënë, unë them që disa elemente të ekstremizmit grek kanë një ndikim tek veprimet zyrtare në pikat kufitare ndaj gazetarëve shqiptar. Sepse po të them diçka që është shumë serioze. Ka rrjete, domethënë, online ose blogje ose tjerë që merren enkas me gazetarët që çedojnë ose kritikojnë qëndrimet, raportet e greko-shqiptarisisë. Pra, në qoftë se ti do shpresh për një çështje, se thua ti që në Himar, unë shqiptarit, se unë jam shqiptar, nuk jam, se po të isha, do të ma thoshin stërgjyshërit e mi që ti greku i Himarës, Aleksandër, do më thënë je grek. Po kur s'ma kanë thënë të parët e mi, do ma thonë ata që kanë ardhur pas 90-ës që u bën të tillë. Jo, kjo është e vërteta natyrale, nuk është e vërteta e fabrikuar. Dhe janë krijuar disa online të cilat stigmatizojnë këta njerëz që në fakt mbajnë një qëndrimin natyral, siç e mbajnë edhe kolegët grek, andaj për interesin e kombit të tyre, të shoqërisë të tyre. Dhe merren me këtë gjë. Dhe këto gjëra pastaj ushqejnë individ dhe segmente të caktuara të shërbimit policisë kufitare apo edhe të shërbimeve të tjera. Dhe këto janë raste shqetësuese që ne duhet t'i vëmë prezent edhe mediatikisht edhe në institucionalizmin tonë. Se këto janë raste të pashme, nuk ndodhin këto në vendet e tjera. Unë vi nga jugu i Shqipërisë dhe shkoj shpesh në Preshev, kam kontakte me kolegë, me të gjitha dhe shkoj thjesht për arsye profesionale, nuk shkoj për të bërë. Ama nuk më ndalin dhe nuk më pyesin policët. S'ka lidhje. Serb, në kufit, ku do vesh, këtë do takosh, ku do e pish kafen dhe ku do e hash drekën. Dhe më shkruan qik me shkrimin tënde, emrin e babaj dhe të nënës tënde. Bile i thash policit në aeroportin e Athinës, i thash, zotri, unë nuk të jap ty mundësin të marrë shkrimin tim, se nuk e di ku e përdor ti shkrimin tim. Dhe ja thash në gjuhën e ti. Si ka mundësi mërë të vësht, e para një unë nuk e di një praktik të tillë, të detyroj të shkruash me emrin e babaj dhe të nënës tënde me shkrimin tënd. Po ti e ke në pashaport, e ke në sistem. Pse duhet ta bëj me shkrimin tim? Po kur e pyet çfarë thot? Nuk di gjë unë, po ke një problem me policin, jo, po qa problem, unë jam këtu. Më thoni, ku është problemi? Po kur të thot jenë monitorim, kujdes, thot? Jo, s'ma kanë thënë këtë gjë. Jenë monitorim, thot. Jo, mua më kanë thënë, vetëm kaq. Kërkojmë ndjes, i thash, dhe i kam thënë, bile pyetja e parë që e vuri në pozitë, i thash, zotëri, i thash, nëse homologu im i Greqisë do të vinde në Shqipëri dhe do të ndodhte kjo gjë, çfarë do të bënit ju, i thash, si shtet? Si t'i thoshit ju, drejtuesit të organizatës gazetarëve kombëtar të Greqisë, që shkruan çik me dorën tënde emrin e babaj dhe nënës tënde, në pikën kufitare të Shqipërisë. Cili do ishte reagimi? Dhe këto unë sot këtu flas, sepse unë e di shumë mirë, unë flas për kolegët tanë dhe për asociacionet e gazetarëve që janë në Greqi. Ata duhet të reagojnë në mënyrë europiane, se këto janë praktika që ne kemi lënë në 94-ën dhe në 95-ën mbrapa. Ne sot jemi një vend që pretendojmë të jemi pjesë e Europës. Ka ndryshuar mentaliteti i shoqërisë. Në 30 vite ka ndryshuar. Dhe shto dhe faktin tjetër. Ata nuk kanë ndryshuar. Jo, po kjo është e tmerrshme. Dhe e dyta, ata janë krijuar elita të komunitetit të shqiptarëve. Janë të integruar aq fuqishëm, janë pjesë e hierarkisë së vlerave. Dhe ata nuk mund të sillen në një mënyrë të tillë kaq primitive. Këto janë sjellje primitive. Dhe shto dhe faktin, po e them unë bile kam thënë,
I kam thënë në pikën kufitare dhe në Kakavi dhe në Qafbot, kam vrejtur se kontrolli që bëhet nga policët është një kontroll i personave pa nivelin e dur, kulturor dhe edukativ të komunikimit. Ata janë persona që të them të drejtën, po përdor fjalën që e përdorin vetë ata, oriate si thonë. Do me thënë që janë persona me një nivel rural në komunikim dhe në kulturën e ligjërimit publik me një person të kualifikuar dhe me një profesion. Ndoshta kjo vjen, Sander, nga që dhe ne jemi inferior. Jo, si jemi inferior. Ja ta them. Shiko, se tani ka një eshje të madhe të personalitetet medjas. Ti citove 4 raste tani. Këtë po them. Rasti i fundit është i Hoxhës. 4 raste dhe nuk ka një eshje të personaliteteve të gjithë llojeve, po dhe sidomos personalitetet medjave. Media është shumë zhurmë. Dhe mbi të gjitha një eshje të shtetit tonë. Eshtja me turpshme është e shtetit. Media është sepse është shteti. Shteti pra? Po të kishte folur shteti, do t'i folur shkruaj të shteti gjitha. vetëm në rast në 2018, kur bëri non grata për shkak të Kacifasit për Pasë për omazhet. Shiko, ka bërë një shkrim Mero Baze, ju e mbani mend tani se jemi kolegë. Dhe Mero për këtë gjë ka bërë. Të njëjtin procedurë që bën me mua për 20 vjetësh, se ata thotë, bile Mero e ka cituar këtë thotë. Ata kanë një afat të gjatë kohor që e mbajnë në këtë status, le të themi, nuk është je i padëshirueshëm, po jo i deklaruar si i padëshirueshëm. Po pra, ata bëjnë disa shënime të përshkallëzuara Te sistemi, me sa kam kuptuar unë në sistem, ku janë të azem njeri me të kuqe, njeri me të verdh, njeri me shile, diçka e tillë. Unë kam eksperiencë personale në 2014, kur kam kaluar në Qafbota, isha me ca persona nga Lukova, miq të mit, me makinë në tyre, dhe ndënjën gati 20 minuta shikoni vetëm pasaportën time në Qafbot. Pastaj bëm kod. E kanë me ty, thoshte, nuk më thanë asgjë. Pyetën vetëm ku do shkosh, ku do shkoni, na thini, thamë. Bëm një segment rrugor dhe aty ku rruga ndryshonte, na ndaloi një makinë polici tjetër, edhe ata një 15 minutë apo 20 minuta tjera shikonin atë pasaportën time. Vazhdonim te segmenti tjetër që ndryshoi rruga dhe futshe nga një rrugë, pra thyhej rruga, një makinë policie dhe deri në Athinë. Mua me shkullaku në Libi, po në Gaddafit. Deri në Athinë. Komplet, sigurimi mbrapa me autobus kudo. Se atje s'lejoj dhe avionët dhe ne ikëm nga ky shteti më lartë, deri në Tripoli me autobus dhe na kontrollonin në çdo 5 kilometra. Po, ideja është, me sa kam kuptuar unë, që ata kanë shumë problem depërtimin në zonën e Çamrisë të gazetarëve. Depërtimin. Sepse këtë e ka thënë dhe mentori, kur kalovara u futa nga Kakavia, por dola nga Qafbota, që është zonë e Çamrisë, dhe aty tha, shikonin tha si ky shtet, se e ka shkruar ai, si ky shtet nga u futet tje si e tjera. Unë besoj se e kanë shumë problem këtë pjesë, kam parë dhe ndalimin e gazetarit të Raid në zonën e Çamrisë, të Raid italian, shqyror me shqiptar, është dhe video në YouTube, që e kanë ndaluar dhe e kanë marrë polica civil dhe e kanë larguar nga zona. E kanë shumë problem pjesën e futjes në territorin e Çamrisë, ata mendojnë se gazetarët shqiptar, të caktuar, jo të gjithë sigurisht, futen në zonë për atë pjesën për historinë e Çamrisë, për të bërë këto që ata i quajnë, i mungon përfundimisht, i mundon stigma. I mungon stigma. Ata e din shumë mirë se çka kanë bërë me Çamrinë dhe ata e kanë shumë problem. Është çështje tjetër, po ne flasim për raste të tjera që kanë të bëjnë me shumë se Çamria. Unë kam hyrë te Triurat, nuk kam qenë poshtë. Shumë se Çamria. Është zonë shqiptare edhe ajo. Jo, Fredi. Është zonë shqiptare edhe ajo. Okej, po Shiça problemi ka tani kur veten në Venizet te Eleftheros Venizelos aeroporti. Se këtë bën përgjithsisht njerëzit inferiorë. Kur shkon në flasim. E di pse perëndimi tjetër, për shembull, se ne quajmë perëndim dhe këtë. Po këta janë inferiorë dhe të kompleksuar. Nuk ta e lindje nga perëndim. Këta janë perëndim nga halli, po në fakt shikojmë. Ata kanë probleme më shumë se ne. Nga shoqëri kanë probleme më shumë se ne. Nga publikimet e viteve të fundit kanë kuptuar një gjë dhe kam arritur të që dhe ta provoj. Sigurisht ata brenda territorit ton kanë strukturat e veta, të cilat i ndihmojnë. Dhe edhe mua penalizimi nuk ka nga Greqia, më ka ardhur nga strukturat e tyre në territorin e Shqipërisë. Ata janë cënuar më shumë. Unë nuk jam marrë me çështje që kanë të bëjnë me Greqinë apo me historinë e kaluar me Greqinë apo brenda territorit grek. Unë jam marrë ekskluzivisht me çështje të aktualitetit, pra kam ndënë në fushën time, që ka të bëjë me ngjarje konkrete, masakra e Peshkëpis. Nuk është ngjarje historike. Zgjedhjet e 2003-shit në Imar, nuk është një ngjarje
historike, ku dojtë flamuri shqiptar. Duke filloj që me operacionin fshesa... Varezat greke, ato i kam vajtë në kurrizë, kam qenë migrant atërë. Por, varezat greke që tentonit në nëtoshin Shqipëri pa marveshje, skandali i Kosinës, vim të ngjarje me Kacifasin, pastaj kemi zhvillimin e ngjarjeve tjera, po në zonë, sidomos në kohën e Agimit Art, derisa Agimi Art u shpall një parti e jashtëligjshme, një parti e qartë e kristalizuar neofashiste në Greqi, dhe mbeturina bërthama të Agimit Art, janë ta që janë interferuar në partitë e djatha greke, dhe ata krijojnë në Shqipëri, sepse, e di pse stimulojnë këtë situatë, sepse përfitojnë nga kjo materialisht. Pra, paguhem për të bërë pikërisht të gjë. Dhe dëmimi i madh ne nuk na vjen nga grekët e mirëfillt, po na vjen nga ata që nga shqiptarët greqisht folës, të cilët veprojnë dhe këtu brenda, kanë aktivitet, se ata janë përballur. Unë jam një vetëm përballur dot me gjithatë shtetë të madh siç është Greqia. Por, duke thash gjatë fushatës vitit kaluar, arritëm të gjenim shumë materiale, jo se si ishte rasti Kacifas ka qenë për 5 vjet, unë nuk kam hyrë në kufiri Gjelbërt. Kam hyrë shkoja në një vend bashkimit evropian dhe nga aty hyja në Athinë. Dhe nuk kontrollohesha në aeroport sepse kisha hyrë në Itali ose në Spanjë dhe ajo ishte pikë fundore, kontrollonte njeriu kur hyje në Athinë. Po këtë më mësuan kolegët grek. Bëj këtë rrugë thanë dhe ti do t'i shpëtosh. Derisa erdhëm te kjo pika që thash mbushi gotën. Unë aty nuk jam për interesat e mia, jam duke mbrojtur çështjet që kanë të bëjnë me shtetin shqiptar, me qytetarët shqiptar, me ligjin dhe legjislacionin shqiptar. Dhe ky veprim është bërë në këtë kuadër, se ndryshe çfarë bënte ai? Ai të linte të hyje dhe pa hyrti në Janin, të nxjerr një pikë post bloku atje, të merr të arreston dhe çop brenda. Pra, nëse ai do të kishte një indikacion tjetër, kush e pengonte ta bënte këtë gjë? Se pengonte më asnjë gjë tjetër. Por ai ishte i qartë që në momentin kur më pyeti dhe mi bëri të qartë se për çfarë unë po penalizohem aty. Dhe mos reagimi i autoriteteve tona, fsheja si struci. Pra, tepër që kemi të bëjmë me raste të shtuara. Patjetër. Problemi. Verbëria dhe shurdhëria e shtetit shqiptar nuk është katastrofale. Atëra kemi ka dhe një rast tjetër, po që nuk ka lidhje me gazetarit, që Ministria e Jashtme ka heshtur, biles përkundër nuk ka heshtur. Në vitin 2022 kanë hyrë për gati 15 ditë rresht anijet e kërkim shpëtimit në ujërat shqiptare. Anijet e kërkimit të naftës në ujërat shqiptare. Hynin çdo ditë. Dhe këta nuk e vinin? Jo, nuk e... Unë i nxirja si komunikat operative çdo ditë, hyri kjo anije në këtë koordinat në këtë orë. Dhe këtu se çante kokë njëri? Jo, këta thoshin nuk ka hyrë. Nuk ka hyrë? Nuk ka hyrë, thoshin. Sateliti në ajër, i? Sateliti, gënjënde sateliti. Gënjënde Pasi sateliti. ti e verifikojnë me... Po unë ajo lehtësisht e verifikoj. Jo ajo anije, po çdo anije në botë është e verifikuar. Gjatësia gjeografike, Thoshin jo, nuk ka hyrë. E kupton, nuk ka hyrë. E kupton problemi i Tanit, i të gjithve neve, po këtë radhe e gjeti Tani. Gjatyre ditëve. Problemi është që Tani ka ngel jetim... Më kanë ardhur shumë raste qytetarësh. Ka ngel pa shtetin nga mbrapa. Atëre ky shteti kompleksuar, inferior e të gjitha, a duhet të aplikoj reciprocitet në këtë rast? Nëse Greqia shpall 4 gazetarë, shpall dhe Shqipëria. Jo, të ketë integritet, nuk do më reciprocitet, nëse se bëjnë dot. Por e reciprocitet duhet të fare. Pa e dishtë të bërin ata po të shpallin e ti mje prej tyre? Shpallin O Juli, ne shpallëm Haralam Karafan. Ba më Karafanon që kam zirë. Karafanon, po. Po, mbas rastit Kacifas, që a jeri nga bërja trazirën aty, ne shpallëm Haralam Babi Karafanos me statusin non grata dhe në doganën e qafë botës, ma dje hyrin doganë si qëtë e Sopiku të që ajo pika e kalim këfitarë atje, e shpallën non grada dhe pasaj shpallën dhe një eurodeputete qipriote, e cila po ashtë... Lomos. Po, edhe ajo hyrin territor shqiptar. Bëjmë pyetje tjetër. Po bëri veprime konkrete. Qartë. Kurse në rastin konkret, unë në Greqi, le që s'kam asnjë lloj aktiviteti, përveç se kam qenë i ftuar në mediat greke nga televizioni publike RT-ja dhe drejti. Fusandri njeh shumicën e atyre gazetarëve investigativ që ka Greqia me Papa Qela, me Makis Tranfilopoulos, me Tasos Teloglu, që kanë bërë dokumentar, edhe në Shqipëri kemi shoqëruar, pa asnjë lloj kokçarje, as i ka gjurmuar njeri, as i ka ndjekur njeri. Kurse në rastin konkret, se qytetarëve ja bëjnë për ditë ata, da ditë çishon. Ja bën një tjetri, e ktheu mbrapsht ai ata as i tha ti ke ilegalisht në Anglifa. Përderisa ta bën ty ai qytetarit ja bën një mirë. Ai kur arrin në këtë pikë dhe kur shikon që ne autoritetet tona nuk bëjnë as minimumin asaj, ore një not protesta atje, thjesht për këtë rast, nuk po them të bëjnë gjë të madhe. Ke dëgjuar në reagim ti deri në këtë moment? Jo. Madje më shumë u reagua për rastin e një kolegu ton
që është korespondent në Gjirokastër, dhe shumë mirë u bë që doli dhe ambasada sërbe në atë rast dhe reagoi, se sa në rastin kur kemi të bëjmë me gazetarë shqiptar me një vend të Bashkimit Evropian. Dhe po të shikosh, se edhe mediat tona më shumë kanë reaguar mediat greke, qoftë edhe duke të sulmuar, se sa mediat tona, po të shikosh këtë disa media që janë gjitur aty, janë afër me udhëheqësin, që se njohin fare këto e relativizojnë. Një mik i emisionit, zoti Nikol Giga, më shkruaj se kë nuk e di mirë këtë punë, po pse thotë nuk telefonoi zoti Hoxha ambasadorin tonë në Greqi? O zoti Nikol, po ku ta hapa ambasadori telefonin? Ka dhe punë tjera në një benzinë, në një naftë, në një punë që ka që regulon aty në për Greqi ku është në Athinë. Gjithsesi, Ylli, ti shumë faleminderit për temën sot, që po i jep zë. Unë besoj që edhe për rastet e tjera, se thash ka të bëj dhe me Këtë përjetësisht kot ta kanë futur ty, sepse kur tani në qoftë se me marrin këtë gjatin dhe e futin geopolitikisht tani, pampe e futin në Bashkimin Evropian, hapen kufit dhe ty s'kanë ku të kapin, apo të kapin brenda. Kur do hymë Bashkimin Evropian? Ti beson që do hymë dhe ta? Në konsejun tjerë. Po jo më në vendi, jo. Të marrin të futin ata, pse në NATO si u futet ti? Ti s'kishe hunjë për të urarur, ti s'kishe hunjë për... Marin ata të fuzi. Ti, o zotri, të mera i dhe të fut me zorë në Bashkimin Evropian, se ti s'kishe hunjë në NATO si yre ti. Si jo pushkë, po hunjë, s'kishe, edhe u fute në NATO. Tani të mera i me këshu dhe të fut në Bashkimin Evropian. Kupton? Të fut dhe ti tani, ti aty i kënë ratë, kotë të kam bërë të prietshëm. Do presim, inshallah jetojmë deri sa të arrim asaj dite. Jo me është tani shpejt. Aja arrim. Në Athinë, se që me thotë Rozhani, që të thotë kënjërë, nuk e kuptoj. E është vajzë e Lona Idarakës ambasadorët. Nuk ka rëndësi. Po s'ka rëndësi, e vajzë e mire, gjitha për shlidhe. Unë jam në teritorin unë jam qytetar e Republikës Shqipërisë. E kam aktiviteti në Tiranë. Tani... Politike me këtë zonjën, vajzë. Po sigurisht me folë me... është shumë e sjellshme. Më mori ministri, ata kam ngritur një... Unë e kam djorë një intervistë, pa diskutim. Por, kjo gjë nuk ka asnjë veprim publik, po flasë në Se kjo mund t'jetë njeri shumë i mirë, po ma më kujtot një ambasador tjetër. Unë basë shkoj nga Mali Gramuzi, ose nga Leskoviku, se ndaj kam ikur. Pra, shkoj andej më prapë, do marrë atë, dhe a fusë në këmë, se shtigjet nuk kanë të shuar. Ato janë, Po të kapin brenda, pëse? Pase po të kapën, qari jo, se këtë radhë... Të kapin në Athinë dhe futesh në burg, o zotri. Jo, nuk është vepër penale. Jo, shi që ka ndonë të radhë. Edhe kur je... E fusin, se e marrin si refugjatë. Po që nga Trovarukën do të këtë? Zoti Meçollari, ndryshe nga heket tjera, kur ne hynim nga Mali, sa ti e në kampet. Ne kemi hyrë nga Mali, ne nuk jepim mas identitetin ton, nuk na kanë marrë as gjurmë gishtësh. Është hera e parë që mua më marrin gjurmët e gishtave atje. Pra, kur trajtohesh në këtë nivel dhe nëse të kapa i brënda, ky është problemi. Se gjurmët e gishtave i merë në çdo... Tani, s'ka pata të kontrolën arrogante. Jo, dakord jam, po shiko. Unë të tregova rastin ty me... Nuk ti marrin gjurmët e gishtave. Pas një afati që do t'jem korekt, ka dalë që... Ne udhtonim shpesh unë me Lipen dhe me gjithë spinim. Gogja, ti e di këtë punë. Sidomos në veri të qisë këte nga anës Selanikut, po dhe nësë. Një gjitha ndoj, iknim vazhimish. Dhe tani ata ndoste që me arogancën që kishin për plasin dhe me këti njeri, që s'kishin asë qenë rësye. Me të gjithë në gazetarë s'kishin, po sidomos me ata s'kishin. Dhe për plaseshin dhe me atë, me arogancë. Ka e kanë... Jam dakord, po vetëm që do të bëj një saksi dhe për arsye të audiencës. Prej datës 1 nëntor, është, ju e dini fort mirë që merren dhe shenjat e gishtave, edhe ka filluar kjo proces. Sepse edhe pasaj nuk mere më dhe se s'ka nevojë më të marrësh vull, se futesh në sistemin europian të... Kjo bëhet kryesisht për fluturimet ajrore. Tani shteti... Sepse në Dogan, në Kakavi, nëse bën këtë procedurë, radha ka për të arritur deri në Memaliej. Pra, kur janë fluturime ajrore, është aplikuar kjo masë e re që është marrë, sepse kam parë vendin e bashkimit. Po kryesisht për fluturimet ajrore. Sepse aty dhe numri atyre që kalojnë është një vogël, dhe mundësit për ta bërë këtë gjë janë më optimale. Ora ka shtete që kanë hequr fare, ai merr vetëm retinën e syrit dhe ti i kalon. Por ajo që është për mua, Ylli, në këtë rast, dhe po them, dhe prandaj nisa të falenderoj, që du t'i japim zë kësaj gjë, sepse është bërë në masë. Janë me qindra qytetarë këto ditë. Po shteti i parit. Që më kanë njoftuar se si turpi i parë është për shtetin tonë. Ja të kalojmë atë 16 dhjetorin. Shteti ynë... A di sa oficer policie, sa oficer ushtrie, sa punonjës të shtetit shqiptar... Ne të gjithë do të ngrem zërin fuqimisht, por mbi të gjitha, ne sa të mundim, por shtetin mbi të gjitha.
Sepse tregohet inferior, tregohet mos eksistent. Në 17 djetor Mund të gjesh një epitete dhe metafora për të përshkruar Do t'jetë tondi e lisë. shtetet dobët dhe të mbaruar në këtë pikpamje. Po mbi të gjitha shumë inferior. Vazhdojnë ende në doganën e qafbotës ja u hedhin pasaportat njerëzve kështu. Si qenit. Si qenë. Vazhdojnë sot e kësaj ditë dhe tha shumë bukur që nuk kanë nivelin e dur kulturor ato njerëz që shërben atje. Arroganca buron nga fryma që ka shteti, shkudo. Është fryma, nuk është veprim personal. Po Unë do të polici tjetër sillet mirë, por në qoftë se ajo është në masë, ajo është arroganca edhe tek ne. Ti ke parë kur sillet policia arrogante, kur fryma që ja karikon ai sipër, kur thotë ai futeni të gjithë në burg, ai poshtë të shkrin kërbaç. Kur ai tjetër thotë stop, thotë, zbatoni ligjin, shikoni, zbatoni drejtat edhe liritë themelore të njeriut, atëherë ti fillon edhe sillesh ndryshe. Edhe me Greqinë, unë mbaj mend një rast ka ndodhur me një në kohën e kryeministrit të Republikës Maqedonisë, Gruevski. E di që ka bërë Gruevski, ai që duket si fshat Jugoslav aty. Pra Gruevski i shkundi mirë, në Gjevgjeli e bën rastin në ndalimin ata, dhe Gruevski ka dalë kryeministri i Republikës Maqedonisë. Me njëherë reagoj dhe nuk u përsërit më kjo gjë. Kjo është një rast për treguar që pala greke e bën këtë gjë atje ku gjen, se atje ku merr përgjigjen. Atje ku gjen, sigurisht se bënej. Pala greke e bën vërtet atje ku gjen dhe ne na ka gjetur. Nuk u bën dot thon. Na ka gjetur. Po ne na e bëjnë dhe ndonjëherë kësa më të vegjël, e kupton? Po patjetër. Arrogancën. Po patjetër. Edhe Malazest, Maqedonas. Dakord jam, po ne nuk kemi më... Po jo kaq, jo kaq. Jo kaq. Tani, me që jemi këtu në këtë pikë, unë mendova që mjaft e rëndësishme është që ne të rikthehemi një herë, nga që në datën 16 dhjetor, zonja Spiropali, vetë zonja Spiropali aty, Po ministri e jashtme. vetë ajo do të zbresë në Athinë dhe do të diskutohen të përsëri problemi i kufirit detar. Negociatat dhe a do të na kushtëzoj Greqia tani gjen rastin të na kushtëzoj Greqia pranimin Bashkimit Evropian. Mos do shta mendon Greqia tani se këta dhe mendojnë, edhe kështu mendojnë, që po e afrojmë pa kufirin këte, marim qatë det që të kaloj Shqipëria në Bashkimin Evropian. Të vite ne. Që të vite ne duhet të dorëzoj detin. Si e mendon tani? Mediat greke shkruajnë se tema kryesore e takimit midis Elisës Spiropali dhe homologut saj grek Jorgo Gjera Petritis, mos është yni ky Petritis. E ka patur Petriti dhe Petrit me gjera. Dhe ka vënë Petritis. Ka vënë atë sënë në fund që vjetë dhe... Gjera Petritis. Shkëtë shqiptar kë. Tashi... Gjerak Petritis, të? Në ka tepë. Një arsye për ta marrë më shumë i natë emisionin tënë. Ate, Hala tjetër. më 16 dhjetor, do tjetë demarkacioni i kufivit detar mes dy vendeve tani. Kena e rrugë Selaniku të një afër, ki parasysh to. Për që punë e madhe. Po e ke. Në vitin 2020, Shqipëria dhe Greqia janë dakord që kjo çështje do zgjidhej nga gjykata e Hagës. Që për atë viti që ka ndodhur tani? Që nga 2020-a. Në Hagës vajtëm. Jo, që nga 2020... Unë me trova dhe Hagën me... Që vinte ky Milošević i këta? Po, zotëre Kebi, çdo shtetar punon për shtetin e tij. Që ne duhet të jemi... Dhe po të gjeti gafil, e ke parasysh, do me thënë, që... Po të gjeti... Të gjeti anën, do me thënë... Edhe problemi është që ne kemi bërë një gabim në 2020-ën. Kemi rënë dakord për të vajtë në Hagë dhe për të vajtë për gjithë çështjen. Kryeministri tani e ka kuptuar që nuk duhet ta bënte. Në Hagë? Po. Do me thënë, ti ke qenë partizani i idesë që të nuk duhet shku në Hagë. Jo, mund të vesh, shikoj, jemi korrekt. Pse do shkosh? Në Hagë mund të vesh për gjëra që ti nuk e rënë dakord, që nuk bie dakord. Për gjëra që ti nuk je dakord, vete në Hagë. Dhe gjithë dynjaja vete në Hagë për të zgjidhur mosmarrveshjet. Por problemi është që ne po vemi në Hagë dhe për gjëra që kemi rënë dakord. Pra, negociatat e 2018-ës ne ranë për shumë gjëra dakord. Ngelen një dy gjëra pa u zgjidhur në 2018. Mund të vem për ato të dyja,
por në qoftë se neve vemi për të gjitha çështjet dhe për ato që kemi edhe në dakord, do humbasim çka kemi fituar në 2018 dhe do vemi aty afër 2009-s. Ku është problemi? Në gjykat vetë për çështje që nuk ke rënë Tani dakord. për t'i shpjeguar popullatës se edhe fli në këto Të vonat na. jo, për t'ia shpjeguar më thjesht. Ç'na kanë marrë ata deri tani ne? Shiko si është problemi. Se Edhe një që ta kuptoj popullata që na kanë marrë kaq. 2009 ka vdekur. 2009 ç'kish si ishte? Marrëveshja Bakajanis Bashkë. Që voti gjykata kushtetuese. Sepse e hodhi... Bakojanis Basha tani çfarë? Ishim në rregull ne? Jo, nuk ishim në rregull. Ishim keq. Ishim keq. E bëri gjykata kushtetuese e rrëzoi. Se tani me vite që nga kjo. Po. Një vit jemi mirë, një Dhe vit vinë ata, e marrin një vit, pastaj pas 2 vjet. 2010-ën. Edhe ai që para zgjedhjeve, ë? Dhe grekët e kanë pranuar publikisht në parlament në 2018-ën, Luli Basha thua ti dha det. shiko, që ata pranuan vendimin e gjykatës. Vendimin e gjykatës. Po. Grekët e kanë pranuar vendimin e gjykatës dhe prandaj ne hymë në negociata në 2018-ën Si gjykat po ti? Tonës. tonës. Gjykatës tonë. Po, Hodhin është pranuar poshtë nga marrëveshjen. grekët. Po ne që vendosëm aty apo kundër vetes? Prit, ne vendosëm kundër vetes, por problemi Gjykatën tonë. Jo, gjykata kushtetuese rrëzoi marrëveshjen e 2009-s dhe vendimi i gjykatës kushtetuese është njohur nga qeveria greke. Unë jo. Kjo bëri që ne të hynim prapë në negociata. Po. Më kupton dhe hym nga zerua. Duke hyrë në negociata, ne përmbull Në negociata 2009-ën 2018-ën hym prapë në hym prap. Hym prapë. Ta ikur Luli Basha këtu. Pra, Jemi mbyll historia 2009-s vdiq përfundimisht, nuk ekziston më. Nuk ekziston. Tani vajte u morët i me këto punë 2018. Jo, së mora unë, jo, ishim një... Ore e njef si problem dhe po u Dhe në morë 2018-ën... gjati me këtu me gjitha. 2018-ën... Por e nëzorën agent të rustë. Ai debati i famshëm me Berishën, e di për çfarë është bërë. Sepse unë thosha, o duhet shkoj ky që thot koloneli është agent rus, ose duhet shkoj koloneli nëse është agent rus. Sot njëri është në detyrë prap dhe ja ku e ke koloneli nga po jam prekarierë. non grada nga Amerika. Pa e pa, tjetër më nuk e vënd Ta dish, domethënë, Dyshim, ta po po them, ky që është çfarë u detyrë sajua non atë pjesë. Se pra, ky ka qenë debati që kanë pas me Po ai që nga me Berishën atë kohë, për grada, zotin. thotë. Kemi haruar o zotëri. Po pra, mua çollaj, nga ka ruar por ti e Berisha. kam për debatin, Nga se kam akuzuar për- Berisha. Unë drurin Pra apo akuzuar ty si Po, Agent. agent rus. Po unë s'jam non grada. rus si dini ti. Po, ashtu i dili atje, po unë s'jam non grada nga Amerika, si Se agent të rus. shojnë në Rusi, se a i qonë. Ndërkohë ky ishte pjesë. Vende i ndan, O, po ju- ty pse pikrish në Te Rusi? ke harruar Ja, do ta historinë. Se hodhi në Rusi. Ndërkohë ky ishte Do ta pjesë shpjegoj unë, shiko. pjesë e NATO-s me certifikat sigurie me të gjitha. Dhe doli agent rus, mos e Negociatat e 2018 kishin një pritshmëri shumë të mirë. Shumë abje. Dhe u arritën, kishin pritshmëri shumë të mirë. Dhe, pra, çfarë do të ndodhte? Gjykata kushtetuese vërtetoi në rrugë ligjore që marrëveshja e 2009-s ishte gabim. Ishte ishte antikushtetuese. antikushtetuese, po. Marrëveshja e 2018-s po të përfundonte, do vërtet... Tani, marrëveshja Ja, e vetëm 2009 një si ishte e mirë, Jo, Për Greqinë, jo për ne. është ishte për marrëveshja e Greqinë, Berishës, po për domethënë, neve. se Luli Po, Basha s'e po, mi pra, kot me mo, tash ti. Se Luli Basha e shkret ashtu, tash ti. bende çaj thosh ai? Gjykata kushtetuese provoi ligjërisht që ajo ishte gabim. Gabim. Marrëveshja e 2018-s do provonte matematikisht që 2009 ishte gabim. Po, Po të përfundonte. Po dhe pa përfunduar e ka vërtetuar matematikisht që ishte nuk gabim. përfundoi, Nuk përfundoi. Por u arritën... sepse lideri tjetër që erdhi, që ishte tani, Jo, gjati tha të shkojmë në Ag. Jo, Si ishte? jemi 2018, 18, 2020. S'kemi shkuar akoma. Do dhe 2 vjet. U bllokuar negociatat. I bllokoi vetë kryeministri Rama. 18-ën. Po. Stop tha. E blokon. Duhet të merrte ai drejtimin, ai ka Se në ka Shqipëri frikë ta- për në ftehë Shqipëri ta firma bllokojnë edhe zgjedhjarë. mbyllën negociatat. I mori ai se ishte presidenti Ilir Meta, pas sqaroi. Pashu. Ishte Ilir Do me Meta thënë, president shiko. dhe prandaj mori kryeministrin dorë. Duhet të merrte Presidenti mund t'i do bënte ndonjë gjë. negociatat, kryeministri nuk i mori, u mbyll negociatat. Por thelbi është që pritshmërit, por çfarë u arrit në 2018-ën? Të gjitha kërkesat e gjykatës kushtetuese u plotësuan. Titulli i marrëveshjes, OSHN 2, u ndryshua parimi i delimitimit, u kontrollua via delimituese në gjuhën e ftelias, pra si ishte në favor apo jo. Përveç këtyre u bënte 2 veprime tjera të cilat janë përtej vendimit të gjykatës kushtetuese, që u njoh via e drejt bazë nga Greqia dhe u pranua për marrëveshje, që ajo ka efekt 40 km/h. Pra, ne në marrëveshjen 2018-s i kemi marrë
është fakt 40 km/h plus nga 2009 janë marrë. Dhe në fund u fut dhe protokolli Firences i viti 2025 për kufit u fut në preambulën e marrëveshjes. Popullata këtu që kuptoj ti, Protokolli po thua që Firences... ne fitonim me 2018. Shko, kur themi fitonim... Minimizojmë një humbje. Duhet jemi... Se ne gjithmonë temi minimizojmë, po fitore quhet kjo. Këtë fjalë që më marrëveshje duhet jetë ndershme. Të palët të ikin të kënaqura. Sekond. Shikoj, një marrëveshje duhet jetë ndershme, dyja palët duhet jetë të kënaqura. Problemi është që neve në 2009 nuk kishim një marrëveshje të kënaqshme për të dyja palët. Në 2018 ishte një marrëveshje e kënaqshme, por ishin shumë më mirë se 2009. Dhe marrëveshja nuk vajti deri në fund. Me thënë, nëna duhet dhe një veprim të bëj, të zbatoj dhe parimi e kites, dhe mbyllej marrëveshja. Këtu u prishin negociata. Se më shkruajnë që vendimi i gjykatës shumë i njohur dhe ti mos bëj po bëj përpjekje për ta provokuar. Që të hapim dhe njerëz se popullata haron. Jo, është dhe u bllokuan. Tashti çfarë ndodh? Edhe ora, popullata flet dhe haron. Çfarë ndodh? Edhe flet dhe haron. Këtu fillon historia. Në 2020... Tani gjati, komandanti, pse ndërpreu në 2020-ën? Sepse kryeministri... Ta në agë? Jo, në 2020-ën, po. Në 2020-ën a i vendosi të vej në Hagë. Kemi një qeveri tjetër në pushtet në Greqi. Qeverin që ka bërë 2009-ën. Duhet të kuptojmë që... Iku qeveria majtë, erdi e djatha. Pati, shko... Së është Karamanlis, është një të taqis, po të djatha. E vërteta, duhet të thënë e vërteta. Fakti që në 2018 ishte një qeveri si Ciprasi, ishte një favor për ne. Ishte, ha? Ishte favor. Sepse ata... Normal. Ishte favor. Dhe një kontekst tjetër që... Ashtu, sepse kishte një kontekst tjetër qeveria Cipra. E para ishte në krizën financiare. E dyta, sa po kishte filluar konflikti në mesdheun lindor me Turqinë. Dhe asaj duheshin rregullim marrëdhëniet si me Maqedoninë dhe me Shqipërinë dhe ç'a bëri. Me Maqedoninë bëri lëshime për emrin, që mori Kosovë, qeveria Cipras, dhe me ne filloi negociatat për detin duke bërë goxha lëshime. Pra duke filluar nga duke njohur vendimin e gjykatës kushtetuese, duke njohur vinin e drejt bazë, pra bëri goxha lëshim. Dhe ky ishte momenti i favorshëm ne për të arritur një marrëveshje shumë të mirë. Por u ndërprer. Atëherë erdhi qeveria Mitsotakis. Qeveria Mitsotakis ishte e njëjta që ishte në 2009-ën. Ata nuk pranonin më të hynë... Erdi vllai i Dora Bakojanit. Vllai Dora Bakojanit. Asaj që firmosi marrëveshjen në 2009. Atëherë, në presionin e tyre, apo nuk e di se si, kryeministri vendos të vej në Hagë. Okej, të vesh në Hagë është vendim politik. Por problemi është se si do vesh në Hagë nuk është vendim politik, është vendim teknik. Teknik. Do ekspertët do të gjitha. Ashtu, por kryeministri, ditën që ka marrë vendimin për të varrit në Hagë, ka marrë dhe vendimin si do vej në Hagë. Po pse si e mori kot? E mori vetë. Tashti, problemi dhe ka marrë vendimin të vej në Hagë për të gjithë çështjen duke nxjerruar dakordsitë e 2018. Pra çfarë ne fituam 2018-ën? Ikën, u zhdukët. U bën zero. Atëre, në qoftë se ne vemi në Hagë... Këthejmi në 2009. Këthejmi, na bie vje drejt bazë, e para, bie... 2018 dhe këthet... Atëre, qëfar do ndodhi në Hagë? Qëfar do ndodhi në Hagë? Ne do vemi... Pra, nuk do vemi saktë 2009, do vemi pram 2009-ës, pram 2009-ës... Para 2009-ës. Jo, pran vijës delimituse të 2009-ës. Pran vijës që kishim 2009-ës. Dhe shumë largë pritshmërive të 2018-ës. Zhvijemi tani se... Tani jemi një 2025-ën edhe pak ditë. Është gazgush në zhvijemi, jo zhvij. Tashti, neve nuk kemi kufi detarë. Pas për shembull, ndjes pas unë e përmend shpesh në emision, gazgush për adesi pyeste Ismail Kadarin, në çfarë jemi tani? Ismaili thosh, jemi në socializëm zot gazgushitër. Në zhvij jemi ne tani. Ne nuk kemi kufi detarë. S'ka më kufi. Jo, nuk ka kufi detarë me Greqinë. Do me thënë Greqia e ka të gjithë dhe ne kemi të gjithë. Jo. Po si shpjegojt kjo? Ne nuk kemi kufi detar. Dhe kur ka incidente, ata vlerësojnë rast pas rast. Pra, ne nuk kemi as fuqi detare, jo kufi detare. Pra, kur s'kete fuqi detare, do thot që e kanë ata. Por që problemi është që... Sa kohë bë... Kjo ka që në 2007. Jo, që s'kemi kufi, shiko, duhet të kemi dhe një gjithë qartë që dhe në vitin 90 ne kemi pasur një kufi të vendosur në mënyrë të njashme. Tonën? Po. Vendosur shokojnë vera. Vendosur që në 26. Tu kemi thështë edhe spik. Vendosur që në... Por, a i kufi
A i kufi... Rusët ishin aty në Vlorë, Jemi reali. të lëshoheshin ata, rusët të bënin copë Greqin, dhe Shokon Vere vinte kufin ku donte. Ka vinte të thana i. Ka qenë për kanalin e Korfuzit, Shokon Vere vinte të thana mu. ishte i vendosë në mënyrë të njanshme, Adrian Sander. anijet shqiptare nuk lejoheshin të kalonin këtu. Duket si prallë, për shumë e Por ka pasur incidente detare. Edhe me ani luftarake ka pasur, dhe me thënë, më vonë, jo në vitën 90, 93, 94 ka pasur. Pra, nuk kemi një kufi detar dhe prandaj ne po hymë për delimitimin e hapësirave detare. Ti bëj një pyetje se ti ke pasur të ftuar të Lucën. Po, gjesh Luca, po. Se ka ato vasketat të tjera, mos hynë ato nga kufiri grek na morën Marin dhe peshkur. Marin dhe peshkur në Lucë. Na fikën deri për lesh dhe peshkur i Lucës. Po, Luca ka një histori goxha interesante. Po prandaj po them. Jo, nuk e ka atje, po e ka me malin e zi. E ka me malin e zi. Jo, po them për këto një. Ka 3 raste dhe unë... Malzi, është tjetër gjë. Dhe Luca e di se çfarë veprimesh kam bërë unë gjatë asaj kohe për mos të marrë Kam tani ndaj poshtë Panveri, si ka të mëdha e vaskat. Po nuk ka të mëdha. Ne kemi të njëjtat probleme edhe në Malin e Zi. Edhe aty s'kemi ujë. Jo, nuk ka kufi as aty. Nuk ka kufi. S'kemi kufi. Po me Italin? Me Italin kemi vetëm Italia vjen ku dojë dhe të jo, ikën ku kemi dojë. shelfin kontinental. Është ka që madhe distanca sa ka dhe... Është shumë e madhe, por nuk kemi zonë ekonomike ekskluzive. Italia kur do vjen për gjithmonë, si qedhin në 7 prill. Shqipëria vjen dhe pastaj largohet, vjen largohet. Tani ka vetëm 3 marrëveshje për çështje detare. Njëra është e 25-ës, që ka vetëm gjuhën e Ftelias në Sarand. Njëra është e 26-ës me ish Jugosllavinë, që ka 3 milje me Malin e Zi, dhe një që kemi me Italin të 92-shit për shelfin kontinental. Këto janë marrëveshje detare, 2 janë traktate ndërkombëtare të vendosur nga fuqitë e mëdha. Shteti shqiptar ka bërë vetëm një marrëveshje detare deri tani. Nuk kemi të tjera. Do të thënë zoti Meçellari, unë kam edhe një pyetje kështu. Data 16 po vjen tani. Në 17 Elisa i ruan do të ujrat tona apo ja marrin? Elisa që do bëj? Se jo, se është në vitin 2027, grekët se do t'i tregojnë kujtesën ta, do marrin presidencën e Këshillit të Evropës. Përkon dhe me ambicien e Shqipërisë për negociata dhe gjitha që do shkojmë në Evropë, tani Elisa i mban ujrat vlla, aja marrin. Do të bëj një parantezë që edhe njerëzit ta kuptojnë. Neve kemi hyrë në një dakordsi të panevojshme në vitin 2020, e cila do na mbaj peng me Greqin. Ata kanë marrë dakordsi në tavolinë. Çdo njeri punon për veten e tij, e kanë marrë me të drejtë, pa të drejtë, unë them e kanë marrë pa të drejtë, ja u ka dhënë kryeministri, nuk duhet ta menin, por këtë dakordsi e kanë marrë dhe ata do ta shfrytëzojnë deri në fund gabimin që kemi bërë. Në marrëdhënie ndërkombëtare ka një rregull, kur kundërshtari gabon, mos e ndalo. Sigurisht, po ti tani kontrolla mua që ne kemi kufi ujë as me Malin e Zi, merre me mend me Greqinë. Ai ta rëmben ujin, ai të rëmben tokën jo ujin. Kur nëse, dhe unë kam bindje që ata do ta fusin tek kapitulli 24, çështjen e kufit detar, nëse e fusin si kusht për negociatat, këtu duhet jemi të kujdesshëm, sepse në fakt, ata nuk duhet ta bënë sepse në fakt nga kapitulli 24 flet për kufi toksor, jo për kufi detar e para, dhe e dyta, ne duhet ishim më të kujdesshëm në hapat që duhet menin marrëdhënien e Greqin. Ne bëm goxha përparim 2018 dhe e prishëm vetë atë që ndodhi në 2018 dhe bëm akoma gabim të madh që hymë në dakordsi në vitin 2020. Deri sot 2 herë është lutur, njëherë Ministri i Jashtme Gjaçka, njëherë kryeministri për të modifikuar marrëveshjen e 2020-s dhe grekët nuk pranojnë. Nuk pranojnë sepse e kanë marrë. S'kemi marrëveshje për kufirin e gjelbër, ti di që s'kemi as për rifreskimin. Jo, në marrëveshjen e 2018. As për ujrat e ëmbla, por në marrëveshjen e 2018-s, në draft marrëveshjen është përcaktuar, është futur si ligj, si bazë ligjore dhe protokolli Firences se vitit 25 që të njiheshin dhe kufit detar. Pa shenjat. Po, është përcaktuar. Pra, duhet jemi realist që kemi ngelur peng të vetes, të gabimeve që bëjmë vetë. Për munges ekspertize nga njërë, apo për ego personale. Gabime të përhershme, tjetra është që ujë është ai dhe ca lëviz dhe vetë. Ne nuk mësojmë,
Ne jo nuk mësojmë nga historitë të tjerëve, po nuk mësojmë as nga historia. Edhe u ishte ai zoti Meçollari, lëviz ndonjëherë dhe vetë. O Ylli, më fal. E thith greku pastaj vetë dhe ne vemi gjithmonë në këtë gjendje. Përveç gabimeve. Zoti Meçollari se ai ka qenë i brëndshëm atje dhe me saktësisht çka ka ndodhur. Sakt shumë. Jo, po them diçka tjetër tani. S'kemi lënë gjepa berta. Meçollari nuk desh ta thoshte këtë fjalë të plotë, siç e thash unë Por s'ka rrota vendi ta çojë poshtë. Ke gjepa bër kundër vetes. Tani, problemi që kemi ne Me shumë ujra si duam. I uj kripur është. Uj kripur e... Ylli, me këtë që ka bërë kryeministri, pra me Edhe shumë na ka hedhur, dakurtësim për të na çuar në Hag, në gjykatën ndërkombëtare të Hagës në këtë formë, kryeministri është me idenë, mund ta bëj lëshimin se ai thot po hym në BE, është deti i përbashkët. Nuk e ndaj më, thot. Pse nuk në BE bashkohet deti? Nëse hym në BE bashkohet deti, thot ai. Dhe prandaj thot nuk është se ka probleme. Dhe unë ja kam frikën kësaj gjë, sepse kur erdhin pushtet, erdhi duke e mbështetur vendimin e gjykatës kushtetuese, mali. Pra, e mori atë si pikë referimi. Në bisedimet e 2018-s ishte vendimi i gjykatës kushtetuese pikë referimi. Mbi atë u nisën ose rinisën negociatat. Problemi është tani që ai nuk i njeh më këto vendime dhe e ka marrë një vendim vet. Dhe sot nuk ka kush i bën derman atij, se me këtë president që kemi ne, dhe me këtë parlament që kemi, kush ja vë Zoti Beram s'ka tani me Presidenti ka 2 vjet e gjysmë që ka mban pe ujrat nuk ka lidhje. Shiko, jo, presidenti ka 2 vjet e gjysmë. Ministeri i Jashtme i ka kërkuar autorizim për fillimin e negociatave, nuk e firmos presidenti. Po pse? Po presidenti e di që ju në fushminuar, po e firmosin. Jemi edhe kjo festa nesër do ta pyesim. Nuk e firmos kjo. Ka 2 vjet e gjysmë që e mban mbi tavolinë. Po pse valla? Edhe nuk flet. Ai që ja ka bërë kërkesën, i ka thënë mos e firmos. Se pa të thënë ai nuk e vendos ai. Ylli dëgohet se është thjesht. Ai që ja ka çuar kërkesën për të firmosur, pra thot jam rregull, unë ja çova dhe i ka thënë se e firmose. Se mos firmos të. Se mos e firmosësh. Inshallah i ka thënë. Prandaj. Po i ka thënë ai nuk. Kjerat kanë shkuar. Se di, hajde t'ia futim presidentin tani thuat. Shiko si është punë, e kanë kuptuar që janë bërë aq gabim gjërat sa është më mirë të rritet të status. Pa gjasme do shkojmë në Hag, po nuk shkojmë asnjëherë në Hag. Kjo është ajo. Po pse nuk shkojnë në Hag, se aty s'kena gjë për të humbur, se Greku i pas ka marrë. Ka për të humbur. Greku i pas ka marrë gjitha ujrat. Ka për të humbur, e di pse ka. Këtu vetëm shpresa është Elisa të kthejnë një ujë këthe. Sepse marrë akoma. Nuk i ka marrë. Akoma. Deri ku jemi tani si kufi në këto momente? Nuk ka kufi. Ku të doj? Nuk ka. Po mira i vjen ku doj pastaj. O Ylli, deri te vasketat e Lucës. Kush Luca është hapësira jonë, akoma, se shpesh jam ne. Po ikën dhe ato, pastaj mund t'ja marrin, domethënë Luca mund të fluturojë aty. Po, mund të lëvizin, a theti lëviz deti këtej ande. Jeni dall që çfarë më ka? Programi do ta marr, unë i them. Jo, shiko, i kanë dhe vaskat. Shiko, do ti në ujë të kripur i Po ku i ka? Ka po ton ka edhe, çka ka? Kështu që mos duket çudi. Ai është kufiri jon. Qesh zoti Meçollari, por realisht ai është kufiri jon. Apo jo? Bile në çdo kryeqytet që të vesh. Duhet ta them që Elton Deda na ndjek me shumë vëmendje. Çfarë thotë? Është po ju ndjek miku i mirë shumë. E la që do të takohemi pak. Po e ke shkelur ti. Unë e kam thënë, por tani është takimi në fuqi. Zoti Meçollari ç'mendon ti? Si do shkoj kjo punë tani tani? Do të takoj në një copë ujë, kështu copë se copë thotë tokës. Po nuk është problemi, problemi është që ne sot kemi 2 mundësi. Po është gjë e mirë për Shqipërinë, për fundimisht. Si shkon kjo punë? Delimitimi i hapësirave letare është gjë e mirë, sepse ty të krijohet një status juridike hapësirës letare që mund ta shfrytëzosh për interesat e tua. Për aq kohë sa është e pa delimituar, është zonë e kontestuar dhe nuk mund të shfrytëzoj asnjëra nga palët. E para. Domethënë s'pas kemi kufi, kemi këtë fitim thua ti. Nuk ta përcakton dot. Asnjëra palë nuk ka të drejtë. Domethënë ti mund të vesh ngjitur në Athinë, ne mund të vim. Do na vi një si bankersi që na merr naftën tokë, do të marrin naftën det, po lesësh mirë. Sot 2 janë variantet më të mira që duhet të ndjeki. Kryeministri nuk pyet njeri, po me që jam në televizor, po ja them. E para të vijojnë negociatat e 2018-s ku kanë ngecur. Po të mos jetë jashtë, se atë përgjithsisht nuk e ke këtu. Po mirë, dëgjon ministri i jashtëm, dëgjon ministri i jashtëm. E para të vijojnë negociatat atje ku kanë ndaluar, në 2018-ën, 2 palshet, ose në rast se vendos të shkojnë në akt, të vej vetëm për çështjen e cila është nuk është e dakordsuar në vitin 2018. Po sikur të Greku ti thotë
Do kthesh në 2009-ën? Çfarë do t'i thotë? A këtës, unë s'ma përgjithësi për... Nderuar televizionist tani, unë nuk e dija me thënë drejtën, që ne nuk kemi kufi ujë. Edhe me Italinë më thënë këta, po me Italinë, vare se ata Ka plot ujë. Me Italinë, nuk është se të vinë, ata janë Da shelf. në atë 4 anët, në atë gjitha anët, vetëm që shkojnë këtu në pjesa më veriore pak, po ata janë interesuar nga uji dhe janë të lodhur nga uji. Italia Kanë mall për tokë. Italia ka mall për tokë, është e lodhur shumë nga uji. Edhe ne shumë kemi, po nuk pas kemi kufi, unë nuk e dinja me thënë drejtën, zoti Meçellari, sa mirë bëra që tira sot unë ty. Jo vetëm aq, po nxori që s'kemi as me malin e zi. Se ti nxore vërtetove që dhe me malin e zine nuk pas kemi kufi. Edhe ata mund vinë këte, ulqin këte kalojnë vinë. Vina ato, anijet ato. Edhe Vinat ndalojnë vetëm që s'janë kujtuar. Jo, ndalojnë dhe anijet e Lucës, u thë në ujë në zonë të Luca kontestuar ka dhe dhe i vën në gjobë. Luca ka dhe këte, po. Po i vën dhe gjobë. I marrin dhe këto të I marin e qojnë dhe në ulqin. Pra të nderuar të rishikues tani, se si do vej kjo punë, do presim, si që do të presim kushtetuesen që do vendosë për shumë gjera, dizëm me sfakt që ishim në pjesën e parë, folëm gjerësisht, po dhe për gjerët e kënë me të gjithë. Edhe zoti Tanosha nuk është Shqipëria shumë në këtë histori, se ta bëjmë pak edhe kështu. Kam shpresë. Ka shpresa sepse në momentin që jati na merr dhe na fut strategjikisht, Sandri në Ai Bashkimin po na hiq Evropian, detin ti thoj do. ne futemi aty, bien kufitë dhe tani mallë kembët dhe ikën, ku të doj, kalon edhe në Greqi dhe s'ka kufime. Se unë kam parë disa njerëz nga këta tanët që nuk lejoheshin për shembull, më kujtohet Sandri, një pjesë e këtyre njerëzve tanë që nuk lejoheshin, kishin bërë drogë për shembull në Itali. Shkonin në Vjenë dhe kalonin në Itali. Se aty nuk kontrolloheshin. Dhe prap nga Vjena i binin për të kthyer këtu. Tani është futur në udhëzuesin e ri të Athinës, se në fakt Janë gishtat? agenda kështu është, thotë udhëzuesi i ri me Tiranën. Po, Kështu e ka. udhëzuesi i ri. Pastaj tani të shikojmë edhe punën e ujrave, do presim në datën 16, zonjën Elisa që të shkoj aty, ndoshta zgjidh në një kjo, po dhe ndoshta nuk zgjidh. Ndoshta zgjidh, ndoshta... Nuk se zgjidh dot. Po mund ta lërë kështu, edhe sigur ta lërë kështu që se kemi as ne as grekët, nuk është e keqe. Faleminderit shumë, ndos ju vonuam sot në këtë natë, vonë është, mund të kemi marrë dhe në një sharje të gjera kështu që ndonë me shqiptarët edhe themi në një gjë për njëri tjetrin. Këta operatorët sot duket nuk është se më shanë mua, po qeshin, buzëqeshur janë, po më vonë nuk e di. Faleminderit shumë, zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit, zoti Meçallarit. Faleminderit. Sandër, faleminderit. Të mbajta 2 pjesë, zoti Finantë. Mbajta 2 dhe tani. Tani javën që vjen, të janë do të takojmë pa tjetër, do mblidhemi përsëri këtu, do flasim e gjitha, problematikat që dalin, nuk e dim, inshallah s'ka vrasje gjera në këto. Natë në mirë.